Hape mbyllës. Ja me po hape mbyllë, që të Këte, hape mbyllë. Më ndiki më shumë asë të tërtu e da miru me. Tani fillon edhe po ndiki më shumë. Lëmdime ishin të goditur? Morë në ndanë ata. Nuk ju mbajtën në një dhëmë? Atere, çfarë ndodhi? Më gjuhetën me një në ato bomat e vogla që ajnë ato të gazit. Më morë më shoqëron pa pikë një lidhje se isha më atje. Më morë në fukon më kanë gjuhetur, më shohan komisariat numër 2, më kanë bajtë 3-4 orë. Më gjuhetën më kanë bërë soba. Të kanë goditur dhe brenda dhe ambientit komisariatit? Më goditën brenda fukonit dhe jashtë ambientit komisariatit, kur më kanë zbytur në komisariatit. Më kanë zbytur në fukonit, më kanë goditur, me shqirma me grushtë. Gjatë shoqërimit për në fukon? Më kanë goditur brenda fukonit policisë. Sa më jipë. Ti kundërshtove apo? Jo, arë, s'kam kundërshtuar gjë. Isha do kundërshtuar. Qa dhimbje? Isha si gjithë njerëz, si gjithë të tjerë, isha dhe unë atje. Si isha për tu zënë as me shtetin, as me njerë. Aktualisht çfarë probleme shke? Me azëm, kam problem në azmë, s'kaj. Në frymari. Ata kundër teje përdorën gaz lotësjellës? Po. Më hodhën atë në sy edhe më goditën dhe me në ato bomlat e vogla këtu. Qa dhimbje ke? Syrin. Nuk ka abdo. Dherë ta një herë në spital, pasaj më uveshën sy këtër. Sa rrit ditë t'ja abdo sy. Ndërkohë që i ndodheshin në ambientet e komisariatit, ti i vure ndjeni atyre që nuk ndjeshe mirë? Po, i thasha mi së murë, mos më godisë. Ndërkohë që ata nuk kam mirë me azën në frymari. Më shëlluan. Edhe për sa orë të mbajtën në ambientet? 4 orë. Më pas të lanë të lirë vetë? Po, më lanë të lirë më thanë itën. Ndërkohë të kanë marrë në një deklarat, në një... Ma asin deklarat. Më morën futën para dhomë dhe kashë. Më ka qëlluar dhe kashë.